Tragjedia e rënë në Korçë ku një 21 vjeçar u ekzekutua nga një 20 vjeçar ka rikthyer në vëmendje një realitet të shqetësues rreth përfshirjes së të rinjve në akte dhune, përdorim armësh dhe lëndësh narkotike. Ngjarja ka marrë një dimension edhe më alarmant pas publikimit të videos nga CNA ku shokët e autorit shfaqen duke qelluar me armë zjarri në mes të pyllit, si dhe fotove ku të rinjt pozojnë hapur me armë në duar dhe substanca narkotike në rrjetet sociale. Ndërkohë që përdorimi i substancave dhe problematikat e varësisë, siç është edhe trajtimi i tyre përmes metadonit përfaqësojnë një betejë tjetër të rëndë shëndetësore e sociale, lehtësia me të cilën këta të rinj sigurojnë dhe përdorin armët dëshmon për një krizë të thellë të kontrollit dhe parandalimit. Një ditë më parë CNA analizoi këtë situatë përmes këndvështrimit të sociologëve dhe ekspertëve të shëndetit mendor, pasi kjo histori kërkon një vëmendje të veçantë për të kuptuar se si euforia e moshës dhe braktisja institucionale po i shndrojnë të rinjt në rrezik për komunitetin. Sot po sillim në vëmendjen e publikut mënyrën se si trajtohen në Korçë rastet e personave të grup moshave të ndryshme, të cilët janë konsumues të lëndëve narkotike dhe kërkojnë ndihmë mjekësore. Njësia e trajtimit mbajtës me metadon në Korçë për rreth 2 vitesh funksionon në administrimin e shtetit dhe në varësi të Spitalit Rajonal të Korçës. Sipas mjekut psikiatër Roland Lalaj, kalimi i njësisë nën administrimin publik ka sjellë ndryshime të rëndësishme në trajtimin e personave me histori të përdorimit heroinës dhe substancave të tjera opiate. Numri i personave që marrin metadon është ulur me rreth 1/3 krahasuar me majin e vitit 2024, por për të trajtimit të varësisë, mjekët përballen edhe me probleme të shëndetit mendor dhe sëmundje infektive tek një pjesë e konsiderueshme e pacientëve. Duhet të them që ka rreth 2 vjet që njësinë e trajtimit mbajtës me metadon ka një shoqat Aksion Plus që ka menaxhuar këto njësi, ka kaluar në varësi të shtetit, të Spitalit Rajonal Korçë. Pra ka rreth 2 vjet. Dhe nëse bën një histori të situatës si ka qenë në atë kohë, para 2 vjetës dhe sot, natyrisht janë ndryshime shumë esenciale pozitive. Kemi pasur një numër të konsiderueshëm, po flas në maj të vitit 2024, dhe sot, mbas 2 vjet e 2-3 muaj, shohim që numri i personave që trajtohen në njësinë e trajtimit mbajtës me metadon të Korçës është 1/3 më pak. Dhe kjo natyrisht një interesim më të madh të shtetit ndaj personave që trajtohen me metadon në njësinë tonë përveç mjekut psikiatër. Funksionon edhe psikologja dhe infermiera dhe pranë spitalit ka dhe mjek psikolog. Pra një ekip shumë dimensional, natyrisht ka bërë një punë më eficiente në këtë trajtim. Metadoni përdoret si trajtim zëvendësues për personat që kanë një histori të gjatë të përdorimit të heroinës dhe opiateve. Qëllimi sipas mjekut është që marrja e substancës të bëhet nën kontrollin e profesionistëve, ndërsa trajtimi të shoqërohet edhe me mbështetje psikologjike dhe sociale. Njësia synon që pacientët jo vetëm të largohen nga përdorimi i heroinës, por të rikthehen gradualisht në një jetë më të qëndrueshme. Qëllimi dhe synimi i njësisë të trajtimit mbajtës me metadon është që këto persona që kanë histori përdorimit të grupeve të opiateve, heroinës, synohet që të mbajnë të kontrolluar, duke i dhënë një lëndë që është metadoni, që ka funksion zëvendësues sintetik i heroinës, dhe natyrisht mbajnë në kontroll të profesionistëve marrja e metadonit dhe ndërhyet në ky individ edhe me trajtime psikologjike, me këshillime, me komunikime me familjarët e këtyre, mase dihet që një pjesë e madhe e këtyre personave kanë dhe probleme sociale, dhe kooperohet edhe me institucionet vendimarrëse të punësimit që mund të sigurohet një punë për të siguruar një të ardhur që do të zbuten probleme sociale. Në këtë strukturë trajtohen persona të moshave të ndryshme. Sipas mjekut Lalaj, pacienti më i madh në moshë është 65 vjeç, ndërsa në trajtim ka edhe persona rreth të 20-tave. Megjithatë, pjesën më të madhe e përbëjnë persona deri në moshën 40 vjeç, që përbëjnë më shumë se 60% të totalit të pacientëve që marrin metadon. Ne kemi në kufin madh që kemi të moshës është një 65 vjeçar, është kufiri më ekstrem, dhe kemi pothuajse të gjithë grupë mosha, duke përfshirë nga mosha 20 vjeçare.
po përqindjen më të madhe të personave që trajtohen me metadon janë individët që kanë grup moshe deri në 40 vjet janë mbi 60% e këtyre personave që trajtohen me metadon. Trajtimi nuk ndalet vetëm tek varësia nga heroina, një pjesë e personave që kanë përdorur substanca përmes injektimit janë të ekspozuar edhe ndaj sëmundjeve infektive. Për këtë arsye, në njësinë e Korçës kryen edhe depistime për hepatitin C dhe hepatitin B, ndërsa synohet që pacientët të marrin trajtim edhe nga specialistët e sëmundjeve infektive. Dua të them dhe një fakt tjetër që misioni ton është që jo vetëm thjesht të trajtohen me metadon, po depistohen dhe për sëmundjet infektive. Mbasi duke ditur që këto persona në historinë e tyre kanë pasur probleme sjellore dhe kanë bërë pre shkëmbimit të materialeve të infektuara me njëri tjetrin dhe janë prezente edhe hepatiti C në një numër të konsiderueshëm, hepatiti B. Dhe synimi është që të trajtojnë më tej këto persona me profesionistë të tjerë të sëmundjeve infektive, në mënyrë që mos riskojnë seriozisht problemet madhore të shëndetit fizik. Një tjetër shqetësim i evidentuar nga specialistët është shëndeti mendor. Sipas psikiatrit Roland Lalaj, nga depistimet, intervistat dhe vlerësimet e kryera në këtë njësi, rreth 60% e personave që trajtohen kanë edhe probleme të shëndetit mendor. Mjeku përmend kryesisht çrregullimet e personalitetit dhe çrregullimet e humorit, duke theksuar nevojën për trajtim të kombinuar. Duhet të përmend edhe një fakt tjetër që ne i hulumtojmë edhe në aspektin e shëndetit mendor dhe duhet të dimë një gjë që rreth 60% të paktën nga depistimet kemi bërë ne dhe nga hulumtimet dhe nga intervistat që bëjmë me këto klient janë me probleme të shëndetit mendor. Dhe kryesisht me probleme të çrregullimit të personalitetit, disorder personality, apo dhe çrregullime të humorit. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me mënyrën se si pacientët trajtohen dhe perceptohen brenda sistemit shëndetësor. Njësia është vendosur në ambientet e poliklinikës, duke bërë që personat që marrin metadon të trajtohen në ambiente të përbashkëta me qytetarët e tjerë që marrin shërbime shëndetësore. Sipas mjekut, kjo ka ndikuar edhe në mënyrën se si pacientët e perceptojnë veten dhe trajtimin që marrin. Duhet të ndaj dhe një fakt tjetër që shpeshherë në drejtohet pyetje që këta persona, a janë persona të rrezikshëm, a janë persona që mund të bëjnë vepra, që normalisht shoqëria të ndjehet e mbrojtur nga këta. Misioni ton i njësisë është dhe ne themi që kemi bërë hapin e parë të drejtim. Arritëm të vendosim, natyrisht me suportin e drejtorisë spitalore, që të vendosim në ambientet e poliklinikës. Pra, këta njerëz ti trajtojmë si kundër gjithë pjesët e tjera të personave, individëve që trokasen një institucion shëndetësor. Pra, janë ambiente të përbashkëta me gjithë personat e tjerë që kërkojnë tregojnë interes për shëndetin e tyre dhe një ambient shumë komod. Pra, kjo ishte shumë e rëndësishme. Duke kryer një ambient më komod, natyrisht dhe këta ndihen më të vlerësuar. Një prej pyetjeve që ngrihet shpesh në raport me personat që kanë histori të përdorimit të drogës është rrezikshmëria e tyre për komunitetin. Mjeku Lalaj bën një ndarje mes problemeve të shëndetit mendor dhe përdorimit aktiv të substancave psikoaktive. Sipas tij, vetë problemet e shëndetit mendor nuk nënkuptojnë se një person është më i prirur për të kryer vepra penale, ndërsa përdorimi i substancave mund të rrisë riskun për sjellje problematike. Por për të dhënë përgjigje asaj dilemës që shtrohet që a janë persona që këta bëjnë vepra penale. Statistika tregojnë që personat me probleme të shëndetit mendor nuk bëjnë më shumë vepra penale se sa pjesa tjetër e shoqërisë. Të jenë të qetë komuniteti. Por natyrisht duhet ta evidentojmë që nëse këta persona që kanë probleme të shëndetit mendor të diagnozat të përmendur të njëjtura, por janë në ndikimin e përdorimit të substancave, e keni parasysh substanca psikoaktive, atëherë
është e mundshme, është e risku për të bërë vepra që bien ndesh me normat dhe moralin e sjelljes shoqërore. Këtu ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që për t'i mbajtur gjithmonë në observim, për të minimizuar veprat penale. Nga trajtimi varësisë tek shëndeti mendor, sëmundjet infektive dhe riintegrimi social, njësia e trajtimit mbajtës me metadon në Korçë synon një qasje më të gjerë ndaj personave që kanë histori të përdorimit të heroinës dhe opiateve. Ulja e numrit të pacientëve të trajtuar sipas mjekut është një tregues pozitiv, ndërsa sfida mbetet që trajtimi të shkojë përtej marrjes së metadonit, duke i ndihmuar këta persona të kthehen në familje, punë dhe jetë sociale.